prej më shumë se 100 ditësh institucionet janë të bllokuara. Zoti Xhezairi, pyetja ime është, a është ky dështim i klasës politike të Kosovës, a është mungesë e vullnetit për formimin e institucioneve dhe qeverisje, si e lexoni ju këtë situatë? Katërcipërisht ke të drejtë për shkak se klasa politike në Kosovë e veçmas partia fituese e këtyre zgjedhjeve, pra lëvizja vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti, provoi se nuk ka kapacitet, do të thosha, të negociimit me oponentët e vet politik, paçka se në zgjedhjet e fundit doli me numrin më të madh të deputetëve. Jo më largë se sot presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pasur një takim me ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë dhe nga të dy bashkëbiseduesit është pranuar le të themi dështimi i politikës që 3 muaj pas zgjedhjeve të klasa politike të mos ia dalë të konstituoj fillimisht kuvendin, të zgjedhë kryeparlamentarin e më pas edhe të krijoj qeverinë. Opozita kosovare ndërkohë ja ka mshuar me të madhe kritikave në adresë të ekzekutivit në largim për shkak të marrjes së vendimeve sipas saj që bien ndesh me ligjin për qeverinë edhe normat e kushtetutës. Takimi i fundit i presidentes Osmani me liderët e partive politike në Kosovë e konfirmoi këtë që sapo e the edhe ti, Egon, se Kosova tani është më afër zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare së bashku me ato lokale që do duhet të zhvillohen në vjeç sesa të formoj qeverinë e re, dhe gjithë kjo në gjykimin tim si pasojë e mospasjes kapaciteteve negociatore të partisë fituese në zgjedhjet e fundit, dhe kjo për shkak të, nëse ju kujtohet, retorika goxha ofenduese e vetvendosjes e numrit 1 të saj karshi forcave të tjera politike kosovare. Zoti Xhezairi, unë dua të kuptoj diçka. Deri tani kanë dështuar pothuajse 26 tentativa për të konstituuar kuvendin e ri. E zëm se në tentativën e 27 apo në tentativën e 28 do të arrihet që të konstituohet, do të gjehet gjuhë e përbashkët mes palëve. Pyetja ime është, pas gjithë kësaj situate, a ka realisht legjitimitet kuvendi më, edhe nëse arrin të konstituohet? Unë mendoj se nuk ka legjitimitet, paçka se makinacionet e pushtetit janë edhe të kuptueshme, por nga ajo që Albulena Haxhiu, kandidatja e pazgjedhur e vetvendosjes për krye parlamentare, ka thënë në takimin e dieshëm me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme, kujtoj se më shumë e çon Kosovën drejt zgjedhjeve se sa formimit të një shumice parlamentare e cila për shkak të zhvillimeve të deritanishme do të rezultonte si mëse e harnuar dhe goxha komprometuese për të gjitha forcat politike kosovare. Megjithatë, zoti Xhezairi, edhe nga deklaratat e dieshme siç ju vërtet e thatë, vetvendosje nga një anë, dijes partia e parë pra propozon, po them, mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe lokale në të njëjtën ditë, ndërsa partia tjetër, nëse mund ta themi në opozit, sepse tashmë pas zgjedhjeve nuk kemi qeveri dhe opozit, po e them për marrëveshje fjale opozit, Partia Demokratike e Kosovës e kundërshton këtë ide.
Është kjo sërish një përplasje për të cilën nuk do të gjendet një kompromis, apo do të arrihet që të gjendet një kompromis, po them, për të paktën mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme që të zhbllokohet situata? Kujtoj se për shkak të raportit të forcave, për shkak të klimës së krijuar politike goxha të nxehtë, do të shkohet në zgjedhjet e parakohshme. Fërkimet dhe përplasjet natyrisht se mund të reduktohen në caktimin e datës zgjedhjeve, gjithnjë duke marrë parasysh preferencat e çdo subjekti partijak politik në Kosovë dhe veçmas të lëvizjes vetëvendosje, e cila mbase më shumë do të parapërqente që të mbahen më parë në kohën kur në Kosovë do të qëndroj diaspora, përkatësisht mërgata kosovare, por kjo përket forcave politike është në dorën e presidentes për të caktuar datën e zgjedhjeve dhe kujtoj se kësaj radhe presidentja e Kosovës do të jetë në krye të detyrës edhe për shkak të raporteve që mund të thuhet se këto kohët e fundit nuk janë gjithaq të mira, raporteve të saj me kryeministrin në largim Albin Kurti. Në fakt, ju sapo thatë kryeministri në largim dhe si të thuash i dolët në shteg, po them pyetjes time, sepse nga analiza juaj, si mendoni, nëse do të mbaheshin zgjedhjet e parakohshme, po them në tetor, së bashku me zgjedhjet lokale ose parafërsisht, cili do të ishte rezultati që do të prodhonin këto zgjedhje të parakohshme? Po, rezultati do të ishte parafërsisht ky që është me ndonjë plus minus për secilën parti. Natyrisht se në zgjedhjet e reja kujtoj se opozita kosovare deri djeshme do të duhet të ketë nxjerrë mësime nga pësimet në garën e fundit parazgjedhore dhe do të mund të kemi një ngjeshje të radhëve të partive që në legjislaturën e kaluar ishin në opozitë, ndërkohë që po them pres që numri i vendeve në parlament tek lëvizja vetëvendosje të shënoj një rënje, ndoshta jo shumë të ndjeshme, por pres të kemi një rënje të numrit të mandateve për vetëvendosjen, pikërisht për shkak të krizës së krijuar, e cila zgjidhjen e ka, e pranuam apo jo, në duart e kryeministrit në largim Albin Kurti. Gjë e cila, pra një rënje, po them, sado e vogël e numrit mandateve të vetëvendosjes, do të ishte një këmban alarmi për zotin Kurti që të nxitonte drejt formimit të koalicionit dhe të qeverisë. Sepse ndoshta përsëritja për një herë të tretë zgjedhjeve. Mbase në zgjedhjet hipotetikisht, po themi në zgjedhjet e ardhshme, nëse nuk ja del të krijoj koalicionin qeverisës, zoti Kurti dhe partia e tij do të jenë më të kujdesshëm në retorikën parazgjedhore, zgjedhore dhe atë pas zgjedhore në natën kur mbillen kutitë e votimit, të mos përsërisin atë që e bën këtu e 3 muaj më parë, kur pas mbylljes së vetë votimeve zoti Kurti përdori një fjalor që ishte më se ofendues për gjithë spektrin politik kosovar dhe si pasojë e kësaj, them unë, e kemi këtë ngërç, këtë krizë politike çfarë e kemi aktualisht në Kosovë. Dhe një pyetje fundit për ta mbyllur me Kosovën, parafytyroni zoti Xhezairi zgjedhjet
lokale dhe zgjedhjet parlamentare qendrore që mbahen në të njëjtën ditë, por ne e dim tashmë edhe nga rezultatet e zgjedhjeve të kaluara lokale në Kosovë që lëvizja vetëvendosje e cila në zgjedhje parlamentare performon shumë mirë, fiton mbi 40%, po themi këto dy të fundit, mbi 40% të votave, ndërkohë që në zgjedhjet lokale ka fituar vetëm 4 komuna, në mos jam gabim, apo jo, më korrigjoni ju lutem. Pikërisht kështu është dhe në zgjedhjet e fundit e humbi, nuk ja doli të fitoj Prishtinën, kështu që edhe në këto zgjedhje... Por do të ishte një pasqyrë shumë e çuditshme, pra zgjedhje lokale dhe parlamentare që mbahen bashkë me dy rezultate shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Po kjo e dëshmon se atë dallimin edhe në shkencë midis zgjedhjeve lokale ku qytetarët i njohin më mirë bashkë qytetarët e tyre në gara dhe tani, nëse zgjedhjet do t'jenë të lira e të ndershme, pres një betejë goxha të ashpër si në rrafshin lokal, ashtu dhe atë qendror, përkundër dros se Partia Vetëvendosje e kryeministrit në largim Albin Kurti, si partinë pushteti, ka ato mekanizmat, i ka ato format e metodat që janë tipike për partitë në pushtet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pa përjashtuar këtu as Shqipërinë, as Maqedoninë e Veriut, as Serbinë, besa as Malin e Zi. Do të kaloj tani tek Maqedonia e Veriut, zoti Xhezariri, po do doja që këtu të jeni pak më i gjerë në shpjegim, duke qenë se zhvillimet në Maqedoninë e Veriut këtu në Shqipëri përcillen paksa më ngadalë se zhvillimet e Kosovës. Pra jemi më të familiarizuar me zhvillimet e Kosovës se sa me ato të Maqedonisë së Veriut. Unë do ta nis pikërisht me zhvillimin e fundit në Maqedoninë e Veriut mes partive shqiptare, me zotin Arben Taravari, i cili duket se ka dalë nga koalicioni qeverisës dhe ka shkuar në opozit në një farë mënyrë është afruar me Bashkimin Demokratik për Integrim të zotit Ali Ahmeti dhe duket sikur ka krijuar një përçarje në koalicionin qeverisës. Pyetja është, a është ky fundi i aleancës për shqiptarët? Edhe në momentin që po flasim, kemi dy aleanca për shqiptarët, beteja për vullat është, do thoja, identike si ajo për vullat e Partisë Demokratike, tek ju pra është në proces gjyqësor të vendimmarrjes se kujt do t'i përkasin. Paralele mjaft interesante në fakt. Për ta bërë më të kuptueshme për ne këtu. Zjadin Selës dhe e kemi edhe paraqitjen aleancës tretë, do të thosha kjo një mbetje që mbeti në pushtet në ekzekutiv, fjala është për disa ish bashkëpunëtor të zotit Taravari, të hënën pritet që pasuesi i zotit Taravari në Ministrinë e Shëndetësisë të jetë bashkëpunëtori i tij i deridjeshëm, si të themi, Azir Aliu, një pedagog i Universitetit të Evropës Juglindore me Selin Tetov, dhe po aleanca e zotit Taravari përfundimisht është e përçarë nga burime të besueshme merret vesh se po bëhen përpjekje për një afrim pajtim mes Taravarit dhe Zjadin Selës, që është kryetar i njërit krah të Aleancës për Shqiptarët, është themelues i Aleancës për Shqiptarët, që sikundër dihet u shkëput nga Partia Demokratike Shqiptare dhe doli si një subjekt më vete. Gjithë kjo do të duhet të marrë fund
javëve në vazhdim, për të mos thënë ditëve në vazhdim, për shkak se edhe Maqedonia, si dhe Kosova në vjesht i ka zgjedhjet lokale dhe fushata për zgjedhjet lokale të thuash se nga të gjitha partitë tashmë ka filluar. Ai që quhet grupim politik Vlen, që është pjesë e ekzekutivit në Maqedoninë e Veriut, jo më larg se 2-3 ditë dhe që mbështetet nga lëvizja vetëvendosje në Kosovë. Mbajti një tubim ku bëri publik emrin e shefit të shtabit për zgjedhjet lokale dhe jo më larg se jo më vonë se sonte edhe Partia Bashkimi Demokratik për Integrim në qytetin e Çajirit mban një tubim partijak për të shënuar 23 vjetorin e themelimit të kësaj partie dhe edhe ky tubim, edhe ky manifestim do të jetë në shenjë të ndezjes motorëve për zgjedhjet lokale. Rikujtoj teleshikuesit tuaj se për shkak të raportit të forcave në ekzekutiv, në qeveri, partia e Zotit Ahmeti është duke i mëshuar me të madhe kërkesës për mbajtjen edhe në Maqedoninë e Veriut të zgjedhjeve të parakoshme. Hë për hë nuk dihet, por për shkak të krizës politike në për të cilën kalon dhe Maqedonia, pikërisht si rezultati një politike agresive, do thosha unë, të qeverisë karshi çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët, nuk e përjashtoi mundësinë që edhe Maqedonia të shkoj në zgjedhjet të përbashkëta parlamentare të parakoshme dhe lokale, të dyja këto do të mbaheshin në vjesht, por do pritur për të parë se çfarë ka për të ndodhur në të vërtetë. Zoti Xhezai, ajo që unë dua të kuptoj është për t'ju rikthyer pra përçarjes qeverisë, konkretisht aleancës për shqiptarën. Pra kjo përçarje nga 2 në 3 e aleancës për shqiptarët, a është një fitore e Zotit Ali Ahmeti dhe e BDI-s? A ka gisht për ta thënë më shqip në këtë tërheqje të ish-ministrit të shëndetësisë? Në fakt, ky është një dështim i kryeministrit Mickovski, që është kryetari i partisë më të madhe në Maqedoni VMRO DPMN-s. Është dështimi i tij për shkak të kursit që po mban dhe fatkeqësisht nuk po kundërshtohet nga partnerët e tij shqiptar në qeveri, karshi çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët, sikur është fjala për përfaqësimin e tyre në administratën shtetërore publike, pozicionimin e tyre në për institucione drejtuese, pushtetin që kanë ato, ashtu edhe për rihapjen e çështjeve që lidhen me përdorimin zyrtar edhe të gjuhës shqipe. E keqja më e madhe në gjykimin tim e gon është se kryeministri Mickovski për këto politika që po zhvillon ndaj shqiptarëve, duket se në heshtje e ka mbështetjen edhe të Prishtinës zyrtare, konkretisht edhe të kryeministrit në largim Albin Kurti, për shkak se mbështet pikërisht koalicionin Vlen apo jo? Vetvendosje. Nuk dëgjova mirë. Për shkak se vetvendosja në Kosovë mbështet, po themi, koalicionin Vlen apo jo? Për shkak se vetvendosja dhe personalisht kryeministri kanë mbështesin dhe njoftimet nga Prishtina thonë se do ta mbështesin edhe më tej këtë grupim politik Vlen. Rikujtoj teleshikuesit se në Parlamentin e Maqedonisë është edhe një përfaqësues, si themi, një i dërguar i posaçëm i lëvizjes vetvendosje si deputet, madje prej
pas përçarjes së grupimit politik Vlen, pas largimit të grupimit të zotit Taravari, Arben Qoku, deputeti Qoku, u zgjodhe dhe shefi grupit parlamentar të Vlenit dhe deri vonë mos edhe aktualisht mund tjetë, zoti Qoku është këshilltar i zotit Kurti. Nuk dihet në zgjedhjet e ardhshme Vleni do të dalë si me një listë të përbashkët apo veç e veç, dhe nëse ndodh që dalin veç e veç është për të pritur që një grupim të kemi edhe televizjes vetëvendosje në garën për pushtetin lokal. Qartë. Për të u hedhur edhe tek një çështje e fundit, zoti Xhezairi, integrimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe ndryshimet kushtetuese janë të bllokuara nga Bullgaria. Ndërkaq që kryeministri Hristian Mickoski nuk lëviz. Çfarë po ndodh dhe pse shqiptarët po paguajnë fakt me këtë bllokim të integrimit në Bashkimin Evropian një çmim për një betejë që nuk është e tyre, por është, po themi, e pjesës slave. Egon, në momentin që po flasim, Bullgaria, Sofia Zyrtari i fërkon duart me këtë ngecje prapambetje të Shkupit Zyrtar në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, për shkak se nuk është kushti i Bullgarisë ndryshimi i kushtetutës, por është kusht që i është vënë Maqedonisë së Veriut nga Bashkimi Evropian. Kështu që për momentin Bashkimi Evropian ka dërguar dhe vazhdimisht dërgon mesazhe që çështjet dypalshe, tensionet dypalshe Shkup-Sofje të zgjidhen brenda këtyre dy vendeve, ndërkohë që kthim prapa nga plani A, pra nga ndryshimi i kushtetutës, e kanë thënë këtë zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian, nuk do të ketë, pra plan B nuk do të ketë. Është zvaritur për nga fundi i muajit, në mos gabohem, miratimi i raportit të dërguarit të posaçëm të Parlamentit Evropian për Maqedoninë, pikërisht për shkak të çështjeve që lidhen me mos ndryshimin e kushtetutës, por edhe me ngërçin politik, do të thosha unë, të hapësirës brenda Maqedonisë së Veriut, kur është fjala për pakënaqësinë e jo maqedonësve dhe në radhë të parë të shqiptarëve me statusin e tyre aktual, gjithnjë duke marrë parasysh se qeveria Mickoski bashkë me partnerin e vet politik shqiptar, grupimin Vlen, ka marrë disa vendime që jo vetëm në shikim të parë, por seriozisht vënë në pikpyetje marrëveshjen historike, do thosha unë, të Ohrit, që më 13 gusht u firmos të vitit 2001 dhe i dha fund të luftës së armatosur mes kryengrytësve shqiptar, atëherë të prirë nga Ali Ahmeti, dhe forcave ushtarako-policore maqedonase. Për këto një vit gjithçka ka shkuar ters në sensin e çuarjes përpara të statusit politik të shqiptarëve në Maqedoni. Përkundrazi, kemi raste që e provojnë të kundërtën, bëhet degradimi i shqiptarëve nëpër institucione, punësimet janë goxha të disfavorshme për shqiptarët dhe me heqjen e të ashtu quajturit balancer, një mekanizëm që mbante llogari për përfaqësimin e jo maqedonasve dhe në radhë të parë të shqiptarëve në administratën shtetërore publike, gjithë është përfaqur me një agresivitet, do të thosha unë, në dëm të shqiptarëve, dhe kjo gjykoj unë
ka për të ndezur edhe më shumë gjakrat në skenën politike të vendit, jetënia duke marrë parasysh se vjeshta është kohë e zgjedhjeve dhe të gjitha partitë do t'japin e marrin për të bindur elektoratin për atë që do të duhej tua premtojnë dhe tua realizojnë. Fatkeqësisht, deri tani kjo shumicë parlamentare, shumicë qeverisë, kjo qeveri hiq liberalizimin e qarkullimit me Kosovën, kohë më parë vendos regjimi një ndalesë, një kontroll dhe dy kredive goxha të mëdha, e para nga Hungaria, e tjetra nga Mbretëria e Bashkuar, vetëm se e zvetnojnë disponimin e qytetarëve karshi premtimeve, e zotimeve të kësaj qeverie, veçmas kur është fjala për pjesën shqiptare, për shkak se VMRO DPMN-ja me ngulm është duke e realizuar premtimin e vet para zgjedhor që Maqedonia, siç ka thënë edhe kreu i saj, kryeministri aktual Hristijan Mickoski, tu kthehet maqedonasve. Për pasojë e kemi një zhgënjim të shqiptarëve i cili i tejkalon edhe ngjyrimet partijake dhe kjo natyrisht se nesër, nëse kështu vazhdohet, mund ta çojë Maqedoninë drejt një krize të re serioze politike.